Apo se i shtohet kënaria dhe i shtohet stabiliteti kur vjen xhamia. Nga se namaz me xhamat besimtari ndihet kënar, ndihet i fuqishëm, ndihet stabil. Dhe me këtë ne u dëshmojmë të tjerëve se jena të vendosur, madje më se të vendosur, ta ruajmë identitetin ton edhe fetar edhe kombëtar. Ta ruajmë fen ton, se kena bënet me elshuar. Për kur gjë, në emën të kur shkafit. E qysh i tregojmë të tjerëve se jena të vendosur në xhami. Kur mushën xhamia të oborrat, s'po na nxën oborra, s'po na nxën tu fal, çaj po falëm. Ata të tjerë po duhet me zën me i mush ato të veta që i kanë. Apo ka i safe ka dy sofa, neve s'po na nxën, alhamdulillah. Kjo është se ky popull don këtë dinë. Wallahi rikthimi i njerëzve në xhami dhe shtimi i njerëzve në namaz me xhamat është argumenti më i madh se ky popull apo e don fen apo e don fen. Ata po mundon me kallëzu se shqiptarët nuk janë shumë fetar, po mundon me kallëzu se kanë fe veç për syret, e kanë veç për emën, si bën feja kur pengesë për punë tjera. Ne tregojmë se jo, fen se kem për syret tona kur. As fen se kem për reklam, as për të njoftim, po e kem shumë për një me. Hajde fal namazin e sheh çu kem në namazin apo. E çu kem në fen. Namaz me xhamat jep fotografi të unitetit, jep fotografi të bashkimit. Prandaj edhe ka ndodhur dhe kanë përmend disa herë. Ka ndodhur bile njerëzit jo besimtar kur kanë pa namazin me xhamat apo ka ndodhur që pa besimtar me kon për shkak të namaz me xhamat më musliman apo. E kam lexuar para 2 viteve tregimin e një generali amerikan, i cili ka qenë në Kuwait, në logjistik për shkak të luftës në Irak. Edhe atje ka pas rast me pa musliman, në më është përse afërmi. Edhe thot me një vend, tash kush e di ku ka qenë, thot ishte televizioni i lshut. Dhe pash grumbull shumë të madh njerëzve, i ka pa haxhit në haxh. Apo tha edhe ai kçyr ka aspekte vet, normalisht gjithë kush e kçyr aspektin e vet, ka kondi ti. Tash generalit çka i bën përshtypje? Disiplina, me ngu. Kur një thot, 100 e ngujnë. Këti shumë i bëmërë, i pas ka ndrejsh mirë. Apo saj qëte e këqyrë, sa për ngot. Edhe kër e ka pa general Sudesin, imamin e qabës, apo Allahu Akbar, 3 milion njerëz në ruku. Sami Allah limin hamide, 3 milion vetë në kom të uqu. Thot, të së në bënë general dënje e kështë apë. Ska kështë, së një dhejtë, ska formul, që të mund është kejk të njerë të që sot, që vëllu, njëjtë në ko, me një fjallë. Edhe plus asaj, me 150 gjuhë, ti mi thonë, i ki 200 ushtarë, para më ne i ki 10 nacionalitete. Gaditu, duhet me ja përthy tani, sërbisht, e turqisht, dhe të botë imam në gaditu shkon gjysë hati apëtën. Sudesi veç, Allahu Akbar, krejt e mori vesh, edhe shqiptarë dhe boshnjak dhe tërsht, krejt, qka ka millet musliman në ruku apë. Pa pasë me ja përthy apë. Kër e ka pak, është mahnit, kush e ka botë tënë kjo është me të mundi krenar. Ka onë qështu i ka mësu Muhammed e sa mu falë me gjemat. Ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E ka pranu islam në. Unë e kom nëzu për rasët i vetë me emrin mbi emrin. Andaj namazin me gjemat në prezent unik, përmendon një hoj që është tut, tona i gjemat e respektan. A i thotë, ndresh një safat ndresh një. Bënë gati për namaz, bënë gati. Allahu Akbar, 2 sekunda, krejti ki lidhën në pëtën. Ska general në botë që mund qështu ushtrinë vetë me ndritu pëtën. Të kemë me kuptu se nëjna të pajtun, nëjna unik. Edhe kështu në mësën namazi me gjemat, e qështët, e bënë edhe qështët mbas namazi, pra. Qështët ngahuni, e duhuni, e bashkahuni, e unifikahuni, e pajtohuni. Nëse kjo është kërkes e namaz me gjemat. Pa e namazi me gjemat në bënë krenar dhe jep fotografi pozitive të muslimanve, se ata e në unik, se ata e në të pajtuar, se ata duen me zveti. Në gjitha këtu i arrim për mes namaz me gjemat. Dhe shumë të tjera që unë dua me këta përfundoj. Allah në gjellë uala lësë që ne timin nga ata që i ngjallin simbolet e islamit. Dhe i ushtrojnë këto simbole publikisht, pa komplekse, pa marre, pa kurgjë, se s'kem për shka mu marru jo vëllahi. S'ka në fejnë tunë kurgjë, që ka marre, dhe më se kalzoj se kurgjë, kejt i kalzojmë. Kejt që ka publikisht i kalzojmë, se për kurgjë marrës në vjenë. Se kejt e kemi në regullë në pajtim me logjikën, arsyen dhe natyrshmërinë njerëzore.